Dhe u rikthyem në studiot të nderuar shikues, do të vazhdojmë me bisedën dhe si që paralajmëruam, sot do të bisedojmë për sigurinë e ushqimit, sidomos atë që importohet, dhe për të biseduar më tepër për këtë dhe disa nga zhvillimet e ditëve të fundit, sa i përket veçanërisht ushqimit dhe mishit të bardhë që importohet në Kosovë, kemi të ftuar zëdhënësin e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, Lamir Thaçi. Përshëndetje zotëri Thaçi, mirë se ardhët. Përshëndetje, mirë se vini. Atëherë, komunikata e fundit nga agjencia është që mishi për të cilin u fol edhe më herët, pra që dyshohej për praninë e salmonellës, e po ashtu edhe për atë që importohet nga Brazili, sidomos, është i sigurt. Por ku filluan dyshimet dhe sa është i sigurt sot mishi në Kosovë? Po, të gjitha mostrat që i dërguam në laborator rezultuan se i gjithë mishi, ai që gjendej në treg, ai që importuaj, ishte i sigurt për konsum dhe nuk pat asnjë gjetje të salmonellës në asnjërin prej mostrave të testuara. Kjo përveç se dëshmon sigurinë e produkteve, qoftë atyre që kanë qenë në treg, atyre që kanë qenë duke importuar, në të njëjtën kohë u dëshmua që edhe kontrollet tona të rregullta, që zhvillohen çdo ditë nëpër pikat kufitare, dëshmuan se i përmbushin gjitha kriteret që garantojnë një kontroll të mirëfillt dhe që produktet të cilat janë lëshuar në treg dhe ato që kanë qenë duke importuar nga kontrolli i realizuar në kufi dëshmuohet që është shumë profesional dhe garanton siguri për produktet që kontrollohen. Dhe veçanërisht të flasim për rastin e fundit sa i përket mishit të pulës, për shkak se ishte disa ditë në për lajme dhe megjithatë në fund u konfirmua që është i sigurt për të konsumuar. Po kur fillojnë këto dyshime dhe pastaj edhe del pikë së pari njoftimi nga agjencia, e më pastaj nëpër media dhe kjo përhapet. Dhe sa po ndikon kjo pastaj që të mos përhapet një panik të konsumatorët, të themi, sepse jemi në stinën kur edhe mundësit për infektime apo për probleme në prodhime të janë më të mëdha. Në fakt, nga dita e parë kur nisi ose u publikua rasti në Shqipëri, ne kemi qenë të përgatitur që do të atakohem ose që konsumatorët do të ndjehen të shqetësuar mbi sigurinë e produkteve, sepse njëri nga brendet që u përmend ishte edhe në tregun e Kosovës. Dhe ne me njerën fillum ndërmarrjen e masave ekzekutive për të kryer gjurmëshmëritë e plotë. Dhe në çdo hap të kësaj gjurmëshmërisë, nga dita e parë e dhënies lajmit, ne ishim transparent për konsumatorët, mbi çdo gjetje, mbi çdo hulumtim, mbi çdo ndalesë që ne ndërmerrnim në vijim të procesit. Dhe ne për të hequr dyshimet e konsumatorit, jo vetëm gjurmëshmërinë, por ne morëm edhe mostra, një grup mostrash, dhe nga ky grup mostrash pastaj rrjedhimisht kishte edhe ndalesat produkteve në treg, sepse procedura standarde e inspektimit kërkon që në rastet kur dyshohet për një produkt të saktuar, në momentin që merret mostra, atëherë produkti bllokohet për të dalë në treg, e ai që është në treg tërheqet nga tregu, tërheqet nga raftet shitse dhe mbetet i ndaluar përkohësisht deri në nxjerrje të rezultatit. Pastaj rezultati ai që del vendos për fatin e produktit dhe në këtë rast të gjitha rezultatet e nxjerra nga laboratori i ushqimit dhe veterinarisë dolën që nuk kishte asnjë gjetje të dy llojeve të salmonellës dhe ne përveç që testuam brendin e dyshuar, ne testuam edhe disa brende tjera që kishin origjinë Brazilin ose të gjitha ngarkesat që ishin nga Brazili në javën e parë nga nisja e dyshimit, të gjitha u testuan dhe të gjitha rezultuan se i përgjigjen kushteve ligjore për tregtim e po ashtu janë të sigurta për konsum. Kur përmendet Brazili, në përgjithësi e konsiderojmë si një vend i largët nga i cili importohen prodhime në vendin tonë. Dëshiroj t'ju pyes sa i përket importit nga shtetet e tjera. Sa vëreni që mund të ketë të themi dallim apo sa ka pasur raste nga importi nga shtetet e tjera krahasuar me atë të Brazilit. Jo për gjë, por nuk është rasti i parë që e dëgjojmë që pulat nga Brazili nuk janë të sigurta. Kështu që dhe kjo pastaj, siç e përmenda edhe në fillim të bisedës, pastaj menjëherë po fillon si një panik të konsumatorët për prodhimet që po vinë nga Brazili apo cili do shtet pak më i largët se kontinenti jonë.
Sigurisht, Brazili në perceptimin publik në Kosovë nuk është që edhe kohë pas kohë vetë incidentet ndoshta kanë krijuar frikën nga vetë emri, por realiteti dhe të dhënat zyrtare, ato statistikore, faktike janë krejt ndoshta ndryshe, për shkak se Brazili është gjiganti kryesor në botëror, i cili në sasi eksporton më shumëti në gjitha vendet e botës, po flasim për mish dhe në produktet mishit, jo vetëm mish shpezve, por edhe mish të gjellit dhe në produktet tyre. Dhe Kosova është një prej vendeve që ndoshta në sasit, ne kur i pam statistikat e incidentit të fundit që ishte vitin e kaluar, pam që Kosova ishte ndoshta në vendet që merr më së paku sasi mishin nga ky shtet. Dhe tash kjo sasia, kjo tregu i madh, shpesh herë sigurisht që fusha ushqimit është e ndjeshme, është sensitive, është komplekse, mund të ndodhin incidentet ka paskoshme, por në Kosovë nuk është që janë regjistruar shumë raste. Dhe është e mirë që ato që janë regjistruar gjitha janë publiku, dhe në secilin rast ne kemi qenë transparent karshi konsumatorit, karshi publikut. Edhe në rastin e fundit, ne prej ditës parë thamë që ne nuk kemi gjetur asnjë fakt lidhshmërisë se incidentin në Shqipëri me Kosovën, por përderisa ne pamë që konsumatorët po ndjen të shqetësuar, atëherë autoriteti shtetëror me njerë nisi ndërmarrjen e veprimeve për të hequr gjitha dyshimet për konsumatorët. Dhe ne në kontrolle zyrtare kemi publikuar çdo veprim që është ndërmarrë prej ditës parë. Komunikimin me autoritetin kombëtar të Shqipërisë, gjurmimin e të gjitha dhënave që ne i kishim në import, nëse eventualisht mund të kishte ndonjë reeksport nga Shqipëria që ngarkesa e përfshirë në incident mund të ishte ndonjë pjesë në Kosovë, që u gjet që nuk kemi pas asnjë reeksport nga Shqipëria për rritim të Kosovës, edhe ne përveç brendit që ishte i dyshuar, ne hulumtuam edhe tek brendet tjera, morën mostra më shumë se sa që ishin të planifikuara, vetëm e vetëm që të heqnim gjitha dyshimet për konsumatorët. Të gjithë u sforcua në agjenci, të gjithë nisën që punojmë me orare shtesë, vetëm e vetëm që sa më shpejt arrinim deri te rezultate që ai që do të ishte, ne nuk mund ta presupozonim që të ishte pozitiv apo negativ, ne gjithçka publikuam me transparencë të plotë dhe asnjëherë nuk thamë që do të del kështu apo kështu, ne thamë se gjithmonë duhet priten afatet kohore. Dhe kjo ndoshta shpeshherë neve na penalizon, por secili qytetar dhe secili njeri duhet ta kuptojë që rezultatet e mirëfillta të analizave laboratorike e kërkojnë kohën e vet për të nxjerrë rezultate saktë. Punojësit në laborator kanë punuar edhe në vikende, kanë punuar edhe jashtë orarëve, vetëm e vetëm që mostrat të kryhen sa më shpejt, në afatin më optimal ose më të shpejt kohor dhe të nxjerrën rezultate, sepse secili e ndjen të përgjegjësinë që të punonte më gjatë për të hequr shqetësimin e qytetarëve që kishin. Dhe ne gjatë gjithë kohës qëndruam të hapur, nuk fshehëm dhe s'kishte asgjë për të fshehur. Ne transmetuam gjitha këto, por sigurisht ne ndjenim edhe shqetësimin që kishin qytetarët dhe ne punuam që edhe kjo të hiqej. Ne dëshironim që përveç si fakt edhe si perceptim të largoj që mund të kishte ndonjë lidhshmëri incidenti që ndodhi në Shqipëri me Kosovën. Para se të dalim te çështje tjera, dëshiroj vetëm edhe një pyetje sa i përket kësaj. Krahasuar me importin, si qëndron prodhimi vendor, sa i përket prodhimeve të mishit, qofshin ato të pulës apo të gjedhit, për nga siguria natyrisht? Ne kemi shumë pak thërtore të shpezve në Kosovë. Janë 2 apo 3 kompanit që janë në prezente në treg, dhe prodhimi i mishit shpezve në sasi krahasuar me importin është shumë i ulët, dhe por edhe kjo sasi që është, sigurisht që thërtoret mbahen gjatë gjithë vitit të kontrolluara, të mbikëqyrura nga trupa inspektuese veterinare. Fillimisht objekti licencohet nga agjencia, këto licencime janë publike dhe vetë kategoritë e këtyre bizneseve janë publike, dhe secili qytetar mund ta shohë produktin që blen, po flasëm këtë rast për pulat, për mesh që blihen në treg, e din se nga cila thërtore vinë dhe çfarë kategorie ka objekti
çfarë kushte higjienike dhe çfarë procedura standarde të vetë kontrollit aplikon. Dhe kjo pastaj komplet ky zinxhir që inspektohet në licencim, gjitha këto gjetura vendosen në raport dhe në bazë të këtij raporti vendoset kategoria e thertorës dhe secili qytetar mund ta shoh se në cilën kategori është thertoria nga e cila furnizohet me mesh, po flasim për prodhimin vendor. Por pra po tham është sasi e vogël krahasu me importin që vjen prej mish pule dhe nën produkte të mishit. Ne fatmirësisht ose sektori më i zhvilluar në Kosovë, kur flasim për shpenzët, është sektori i vezëve, sepse kemi shumë ferma të shpestarisë që merren me prodhimin e vezëve, apo në shëshnien pula vojse, por kemi pak ferma brojlere që ose të majmërisë se pulave që janë te kategoria e therrjes. Domthonë ne e mbulojmë tregun me vezë, por nuk e mbulojmë ose kemi sasi tepër të vogël të prodhimit mishit të shpezve. Dhe ndoshta është një prej sektorëve që është mirë që mendohet të rritet kapaciteti, sepse ka treg duke pa sasinë që kemi në import. Por për agjencinë gjithmonë ne të gjitha i trajtojmë në procedurë kontrolli, i trajtojmë njëjtë, sepse kemi të bëjmë me ruajtje të jetës dhe shëndetit dhe pa përjashtim se cila nga do qoftë, çfarë do qoftë origjine që të ketë, në radhë parë duhet jetë e sigurt. Pastaj janë çështje tjera administrative, procedurale ose taksative që vendosen nga autoritetet tjera, por për agjencinë secili produkt që del në treg, në radhë parë duhet jetë i sigurt për konsum. Mirë, zotëri tha që jemi në fillim të pranverës, pra edhe kur fillojnë edhe të gjitha prodhimet e tjera bujqësore, përgatitjes dhe të gjitha këto. Dhe një nga ato që gjithmonë kërkon vëmendje janë pesticidet. Dhe dëshiroj t'ju pyes më tepër se sa po mund të monitorohet kjo fushë nga agjencia. Sigurisht në çdo fillim vet që i bie në pranverën e hershme, ne në Kosovë, për shkak kushteve klimatike, nuk arrin që të dalin produktet bujqësore, pemë dhe perime, fruta perime kryesisht, dhe këto vinë nga importi, sigurisht vinë nga vendet që kanë kushte klimatike më të favorshme për zhvillimin e kulturave bujqësore që produktet e tyre dalin me herët në treg. Ne kemi importe aktualisht nga disa vende, siç është Shqipëria, Greqia, Turqia, të pemëve dhe perime mund vinë edhe nga BE, Italia dhe vendet ndryshme. Varësisht ku operatorët ekonomike gjejnë çmimin më të favorshëm. Por për neve si autoritet kontrollin në kufi, ne të gjitha i trajtojmë me kujdes, gjitha i nënshtrojnë kontrollit të detajuar, sidomos në sezonën e pranverës së hershme, sepse edhe pyetja juaj ngritet sigurisht edhe në bazë shqetësimit që merren nga konsumatorët se si po vinë produktet aq herët në treg, çfarë shembull dredhzat i kemi në muajin janar. Kjo me të vërtetë është për të dyshuar. Po, por dredhza mund të gjenë në gjitha tregjet të gjitha shteteve. Kjo domthonë si në parem sigurisht që duhet të ekzistojë dyshimi, por nuk ekziston fakti që e bën që mos jetë i sigurt, por sigurisht që autoriteti e ngrit kujdesin sidomos në pranverën e hershme. Ose kur janë shumë të mëdha, për shembull zotëri tha, që kur janë shumë të mëdha, të voglat janë, më falni, siç prodhohen në Kosovë. Pastaj kur vinë edhe shumë të mëdha, kjo prapë ngre dyshime. Po, sigurisht, dhe ne mbi bazën e këtyre dhe edhe të planeve nacionale në pranverën e hershme dërgojmë frekuencë të mostra më të lartë për pemët dhe perimet që importohen. Dhe aktualisht kemi shumë ngarkesa që kanë shkuar në testim laboratorik, jemi duke i prit rezultatet, disa i kemi dërguar edhe në laboratori jashtë vendit, dhe në momentin e parë që dalin rezultatet e tyre, edhe për këtë fushë ne do t'i prezantojmë, do t'i publikojmë ato, por kontrolli ka qenë i çdohershëm, sepse masa kontrollit në Republikën e Kosovës ushtruhet 100%. Do thotë secila ngarkesë në Republikën e Kosovës që me kod tarikor parashihet që kontrollohet nga inspektorët AOV-s, ajo fillimisht kontrollohet nga OV-ja, o nga inspektorët kufitar, pastaj si ngarkesë e nënshtrohet edhe kontrollohet autoritetet të tjera dhe që nënkupton doganës dhe zhdoganohet. Por autoriteti i parë që ushtron kontroll dhe që e merr barrën e përgjegjësisë në aspektin e sigurisë së produktit është Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë me trupat e veta
inspektuese në kufi. Kur flas për kontrollin kufitar, sepse për të dyjat këtu është pika kritike e kontrollit, atëherë ne në kufi Kosova është e para që ka organizuar një ndërveprim mes 3 agjencive që funksionojnë në kuadër të kontrollit kufitar, që është një mekanizëm shtetëror që quhet menaxhimi integruar i kufirit, ku të 3 autoritetet bashkëpunojnë në çështje e orës, është Agjencia e Ushqimit, Doganat e Kosovës dhe Policia e Kosovës. Ne edhe obligim ligjor kemi shkëmbimin e informatave me orë, me minuta, e po ashtu ekziston edhe një qendër kombëtare për menaxhimin e kufirit, ku janë të vendosura të gjitha kamerat për secilin pikë kufitare ku është doganuar mallrat, dhe nga kjo koordinuan gjitha aktivitetet mes 3 agjencive. Ky mekanizëm e ka edhe vetëm një zëvendës dhe ky zëvendës edhe është me rotacion çdo 4 muaj ndrohet, çka do të thotë që gjithçka bëhet në ndërveprim, do thotë mos mendoj dikush që vetëm një mekanizëm e kontrollon dhe ja kalon, jo, janë të 3 që punojnë bashkërisht dhe secila që mund të ngritë dyshim caktuar ose mund të marrë informata caktuar mbi ndonjë dyshim për ndonjë ngarkesë caktuar, atëherë veprohet secila sipas mandatit që ka dhe pastaj nxjerrët sigurisht vendimi mbi çdo çështje. Dhe në këtë pikë, pra po them, punojmë atje dhe asnjëherë nuk lëshohen ngarkesat pa u kontrollu secila sipas mandatit e vet. Dhe shpesh herë ndërveprimi apo shkëmbimi i informacionit gjithmonë e rrit sigurinë në kontroll dhe po ashtu e rrit transparencën dhe ne këto ngarkesat që janë duke ardhur tani, sidomos me planë perime, i kemi dërguar në një numër të madh tyre të konsiderueshme. I kemi dërguar për analiza dhe po presim që të vinë rezultatet dhe ato më njëherë do t'i komunikojmë. A mund të na tregoni pak më në detaje se ku e keni fokusin sa përket kësaj, të cilat prodhime jeni më të vëmendshëm të themi, natyrisht tek të gjitha, por në këtë periudhë, të cilat më tepër? Në periudhën e hershme sigurisht që janë këto fruta perimet. Në këtë rast kemi dërguar dreza, kemi dërguar domate, speca, kemi dërguar tranguj, lakër, do të thotë to perimet që dalin në sezon të hershme në shtetet e nxehta, ne i testojmë në disa parametra të mbetjeve të pesticideve dhe dyshimin gjithmonë ose vendosjen për secilët parametra duhet të testohen e vendos sektorin bazë të analizës së rrezikut e vet inspektorin në rastin konkret që kryen kontrollin e ngarkesës, vaje merr përgjegjësinë për kontrollin që kryen dhe merret mostra, dërgohet në laborator qoftë nacional shtetëror ose laborator të autorizuar që ka kontroll agjencia dhe testohen në parametrat që ne i përcaktojmë. Në momentin që i vjen rezultati, atëherë komunikohet sa që kërkohet nga publiku. Si është e mundur që prodhime të tilla, pra, të themi me ndonjë përmbajtje pak më të rrezikshme apo më të lartë të pesticideve të cilat nuk janë të lejuara, prodhohen në këto shtete, të cilat pastaj eksportojnë në Kosovë, duke pasur parasysh që shtetet që i përmendet, siç janë Turqia apo Greqia, që është antare e Bashkimit Evropian, Shqipëria, që është vend kandidat për të integruar në Bashkimin Evropian, të themi lejojnë që të përdoren, ndërkohë në Kosovë janë të ndaluara. Është e mundur që ndoshta vetë prodhuesit përdorin forma ilegale, sepse në fund të fundit a kontrollohen ato kur dalin nga ato shtete apo vetëm kur hyjnë? Sigurisht që në këto shtete, po flasëm bas praktikës të rregull të autoriteteve shtetërore për mbrojtjen e bimëve, se ky është sektori që kujdeset për gjitha fazat e zhvillimit të prodhimeve bujqësore. Ata i kanë planet e veta të kontrollit dhe mostrime dhe ata përveç kësaj i certifikojnë gjitha ngarkesat që eksportohen. Do thotë barën e përgjegjësisë për sigurinë e ngarkesave e marrin autoritetet shtetërore të vendit të origjinës së produkteve. Ato pesticide që janë të ndaluara për përdorim në Kosovë janë të ndaluara edhe në shtetet që i përmendëm dhe limitet që përdor Kosova të mbetjeve në pesticide janë limitet njëjta me ato që përdor Bashkimi Evropian, sepse rregulloret janë të transpozuara nga ato të Bashkimit Evropian dhe të gjitha mbetjet, gjitha llojet e pesticide mbetjet, limitet i kanë të përcaktuara me rregullore. Në këto ngarkesa që vijnë nga këto vende, sa i përket formës, mallësisë, ngjyrës,
ka hibritet ndryshme për këto produkte dhe nuk është element thelpsor që ne të ngrisim dyshime. Sigurisht sezona hershme e bën të dyshuar sepse duhet që bima të trajtuhet më kujdes ose duhet të ushet më mirë që ajo të arrijë të zhvillohet në temperatura kur nuk arrin temperaturat normale të pjekës, dhe në këtë pikë sigurisht që edhe vetë autoritetet shtetërore dhe ju keni pa edhe lajme që edhe vetë këto shtete kanë heq nga tregu produkte që kanë qenë pas në tregun e vetë, ose janë dhënë alarme edhe në vende tjera të Bashkimit Evropian, ku ka pas gjetje të mbetjeve. Siç është rasti me mandarinat nga Shqipëria për disa muaj. Edhe ato pa të ndalë rezultatet për ngarkesat që kanë ardhur në Kosovë kanë dalë negative. Po ngarkesa në disa shtete kanë dalë negative. Ta zonë kanë shku qindra ngarkesa, po 2-3 prej tyre kanë dalë pozitive dhe ato që dalin pozitive sigurisht që ndalohen, asgjësohen dhe merren masa ndaj operatorëve dhe bara përgjegjësisë gjithmonë bie mbi prodhuesin, sepse ka për obligim që të mos nxjerrë në treg produkte të cilat nuk i plotësojnë kriteret ligjore ose produkte të cilat cënojnë shëndetin e dikujt. Dhe masat janë të gjithanshme, sepse kur bëhet fjalë për ushqim, pra po tham, gjithmonë edhe vetë trajtimi nga organet tjera bëhet në ndyshim të veprës penale, për shkak se rrezikohet shëndeti i përgjithshëm publik. Në anën tjetër, nuk duhet në kohën që jetojmë tani, ku është një treg global i produkteve ushqimore, ne nuk mund të cilësojmë produktet si nacionale, për shkak se tregtimi i tyre po është edhe te oqeanik, që kemi për shembull me rastin e mishit dhe përgjegjësinë e kontrollit secili shtet, secili biznes që tregton bie bara përgjegjësisë, për shkak se në asnjë formë nuk lejohet që një produkt të shitet me kategori tjetër, një konsumatori tjetër, sepse të gjithë janë njerëz dhe pa marrë parasysh nuk ka dallime në kontroll ushqimor. Ta zëm një produkt që tregtohet në Shqipëri është i tregtueshëm në Kosovë, rezultatet që dolën te ne janë rezultate sigurie edhe për vetë konsumatorin në Shqipëri, sepse ndoshta të njëjtat brende janë edhe në Shqipëri, ose rezultatet e njëjta që nxjerr Shqipëria apo Greqia apo që nxjerrin në Bashkimin Evropian, atëherë me njëherë janë rezultate faktike që prezentojnë para konsumatorit për kontrollet që ushtrohen. Ta zëm, Bashkimi Evropian ka edhe një mekanizëm komunikues, që është sistemi RAS, apo sistemi paralajmërimit hershëm, dhe ata çdo ngarkesë që kontrollohet, inspektohet, testohet nga vetë bizneset edhe nga vetë shteti, me njëherë nxjerrin rezultatin online dhe i njoftojnë ose i notifikojnë të gjitha shtetet ku eventualisht është tregtuar kjo ngarkesë, e pastaj vetë shtetet ndërmarrin masa veprime. Dhe ne kemi pas notifikime të rastëve që edhe kemi bën publike për konsumatorët tonë, kur kemi pas tërheqje produkteve të caktuara, kanë rezultuar ta zonë në Belgji, kanë rezultuar në Gjermani, apo në çfarëdo shtete të Bashkimit Evropian, dhe më njëherë është notifikuar Kosova që ky produkt tregtohet në Kosovë dhe duhet të bëhet recall ose vetë tërheqje nga operatori ekonomik, e po ashtu të njoftohet konsumatorin nëse ka blerë që ta kthejnë në pikën blerëse. Dhe këto janë procedura që tani shtetet i kanë harmonizuar dhe Kosova gjithmonë ka qenë në linje me këto. Ne kemi kontakte të vazhdueshme. Për shembull, shumë zyrtarë në agjenci kanë kontakte të bazaditore. Edhe unë nga pozita që kam kontakte në bazaditore dhe ne kemi edhe një CEN network, një institucion të veçantë ku të gjithë zëvendës, zyrtarë të komunikimit, autoriteteve shtetërore të ushqimit takohen me 2 herë në vit dhe ky këshill i komunikimit në baza ditore shkëmbejmë informata mbi çdo rrjedhje, çdo ndryshim që ka në gjendjen shëndetësore të produktet. E po ashtu edhe gjetjet shkencëtore, risit që japen qoftë nga EFSA, Autoriteti Evropian i Ushqimit, ose nga ndonjë autoritet ndërkombëtar ose nga autoritetet shtetërore shkëmbehen mes vete dhe pastaj këto gjetje shkencore kur arrin fazën e faktimit që ne përbërës mund të jetë i rrezikshëm për shëndetin publik, atëherë me njëherë gjitha shtetet këtë e vendosin në bazë ligjore dhe ajo materje bëhet ndaluar për përdorim në produkte ushqimore. Po, zotëri tha që jemi fare në fund të bisedës, por krejt shkurt, dëshiroj t'ju pyes, momentalisht tani që po flasim, a
keni në agjenci dyshime për ndonjë produkt, qoftë vendor, qoftë nga importi, për të cilin po prisni analizat dyshime? Elementi dyshimit nuk përjashtohet asnjëherë. Do të thotë gjithmonë mund të ketë dyshime të caktuara për produkte të caktuara, por aktualisht nuk e kemi asnjë fakt nga askush, asnjë fakt, po mendoj element që ka nevojë për hetim për tërheqjet nga tregu nga produkti. Momentin që ekziston një fakt, ne me njerë ndërmarrën veprimet ekzekutive për ta mbrojtur konsumatorin. Pastaj ato janë procedura tjera hetimore, ndëshkuese që merren ndaj operatorëve. Por hapi i parë gjithmonë kryhet shpejt. E para është njoftimi i konsumatorit dhe e dyta tërheqja e produktit nga tregu dhe këto e bëjmë njerë. Por aktualisht nuk e kemi asnjë fakt për ndonjë produkt të caktuar të dyshim. Sikur ta kishim ai produkt do të njoftohej dhe do të ishte duke u tërhequr nga tregu. Zotri Thaçi, ju faleminderit shumë që ardhët. Faleminderit edhe për ju. Të nderuar shikues, tu edhe po e përfundojmë bisedën, ndërkohë në vazhdim sjellim lajmet nga bota.